Ndryshime të mëdha i dashur me Laim ka ndodhur. Si që shifni, është vërtet që Edi Rama bën gjithçka, por është vërtet se projektor të fuqishëm janë drejtuar drejt Shqipërisë. Është vërtet se brenda tyre ka një shkërmoqje të paparë. Është vërtet se ka 2 muaj që këndojnë hymnin e Hajdutit, përpiqen të mbrojnë Erion Velin. Nga ana tjetër, Laim 3 rezoluta ndërkombëtare, siç e din ti, kanë denoncuar botërisht Edi Ramën si njeriun e farsës elektorale zgjedhore. Dhe nga ana tjetër, ati erdhi një paralajmërim shumë i fortë nga kryetari i Komitetit Kombëtar Republikan, zoti Krisla Sivita, i cili e paralajmëroi që të mos lost me zgjedhjet sepse pasojat do të bien mbi te. Pra është ky kompleks faktorësh, është dhe një klim, siç e keni ndjerë dhe ju në diasporë, e cila është e krahasueshme me vitet 91-92, që paralajmëron rënjen, e paralajmëron përmbysjen e pashmangshme të narkodiktaturës me datën 11 maj.